Gjatë kësaj periudhe ekipi jonë ka pasur shumë suksese, domethënë këtë 10 vjeçarin e fundit, Teuta është një ekip që zakonisht del o kampion ose nën kampion i Shqipërisë. Kemi arritur të fitojmë kupa dhe superkupa, gjithashtu kemi edhe një arritje të veçantë për ekipet shqiptare, ku jemi shpallur nën kampion të Ligës Ballkanike para disa vitesh, dhe ky është një arritje që akoma një ekip shqiptar nuk ka arritur ta thyej ose të bëjë më mirë se ne. Dhe normalisht është një krenari për ne, dhe është edhe një lloj standardi që ekipi jon përpiqet ta arrisë dhe ta kalojë, domethënë. Ky sezon nuk ka qenë shumë produktiv nga ana ekipore, sepse nuk arritëm objektivin që të jemi paktën në finale, por që në qoftë se nuk ke këto hapa të fals, nuk ke atë ndjesinë që të jep për ngritja, kështu që shohim sezonin e ardhshëm me pozitivitet dhe shpresojmë që të bëjmë më mirë, dhe pse jo. Çfarë për më mirë sezonin e ardhshëm, ose ju i keni parë edhe më nga afër se çfarë ndoshta i duhet qoftë ekipit apo edhe lojtarëve dhe më gjerë, pra ku qëndron, le të themi, ai problemi ose diçka çfarë duhet rregulluar për sezonin e ardhshëm që të jeni në finale apo edhe të fitoni?